Instituti i Shëndetit Publik siguron se nuk ka vend për panik në vendin tonë lidhur me rastet e hantavirusit. Autoritetet shëndetësore në një deklaratë për mediat thonë se rreziku për Shqipërinë dhe Europën mbetet shumë i ulët, ndërsa nuk ka kufizime për udhëtime apo tregtinë. Risku dhe për Shqipërinë dhe për kontinentin evropian është shumë i ulët. Kjo nuk kupton që nuk ka asnjë lloj kufizimi të udhëtimeve, asnjë lloj kufizimi dhe të tregtisë. Lloji i brejtësit që është rezervuar për virusin nuk ekziston në kontinentin evropian dhe as në Shqipëri. Sipas ekspertëve, lloji i hantavirusit i zbuluar në anije transmetohet në raste shumë të rralla nga njeriu te njeriu. Transmetohet në raste shumë të rralla nga njeriu tek njeriu, po brenda kontakteve të ngushta familjare, kontakteve të ngushta dhe të zgjatura. Ndërsa të gjithë llojet e tjera të hantaviruseve që qarkullojnë dhe në Europë dhe në Ballkan, por edhe në vendin tonë, që qarkullojnë në mënyrë sporadike, nuk transmetohen nga njeriu tek njeriu. Megjithatë, ISHP siguron se janë shtuar monitorimet për raste të dyshuara dhe po shpërndahet gjithashtu informacion për personelin mjekësor për të identifikuar në kohë shenjat dhe simptomat, si dhe izolimin e çdo rasti të mundshëm.